Një moment shumë emocional dhe prekës ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku Gerta Gixhari u përball me një nga provat më të vështira që një nën mund të përjetojë. Teksa ishte ulur në dhomën e ndenjës së bashku me banorët e tjerë, ajo pa në monitor dy djemtë e saj duke luajtur me tokë në obor. Pamja e tyre e lumtur dhe e lirë jashtë shtëpisë shkaktoi një reagim të menjëhershëm tek ajo, duke e bërë të përlotej dhe të shprehte dhimbjen e saj. Me zërin që i dridhej dhe me lot në sy, Gerta tha: "Pse ma bëni këtë? Pse nuk mund t'i takoj?", duke shprehur mallin e madh për fëmijët e saj dhe dhimbjen që po përjeton. Megjithatë, pavarësisht emocioneve të forta, ajo tregoi një vetëpërmbajtje të jashtëzakonshme dhe nuk i theu rregullat e sfidës që po zhvilloi në shtëpi, e cila quhet sfida e mosreagimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.